Pse të gjithë diktatorët vdesin për kineman? Sepse mund të përjetësojnë pushtetin e tyre. Vdiste për kineman Salini. Hitleri, Enveri. Se përjetësohen aty. Putini, maro për kineman. Po. Jo, se ka për atë. Se kanë për atë për përjetësimin. Sepse kupton që është një armë fort ideologjike, mund të shplajmë tru. E vërtet. Shplan trurin, faktikisht i shif kineman amerikane. 70%, pastaj këtu qëndron gjenia e tyre si shëba. 70% e filmit është make money. Po. Dhe ty të del gjithmonë amerikan si sekretari partisë në kohën e Enverit. On amerikani i mirë që shpëton botën në sekondën e fundit. Është propaganda amerikane. Vetëm ai mund ta bëj. Kinezi nuk e bën dot, amerikani e bën. Se ka aftësinë kinezi. Pra, make money, ai është ideologji në lloj mënyre. Por ama amerikanë kanë dhënë 30% të filmit tyre që i bie aq fort Amerikës. Pra e kanë këtë të mirë. Dhe është ndëshkues ndaj atij realizmi. Është ndëshkues ndaj atij fenomeni. Pra e kanë antagonizmin brenda dhe kjo e bën kinema të madhe amerikanën. Se kanë këtë anën ideologjike, ku del Rambo dhe shfarros një ushtri të tërë, ose kur vajtën në Vietnam amerikanët dolën me bishë në shal, ashtu. Nuk i shfarrosi Rambo vietnamezët, e shfarrosën vietnamezët. 200.000 ushtar amerikanë të vrarë në Vietnam, nuk janë pak. 200.000. Pra, jo, janë shumë, absolutisht. Jo, zakonisht shumë. Dhe por ama kanë këtë tjetrën ke dhe Apocalypse Now që e bën politikën amerikane të coptë, millësh të me Coppolas. Ku luan edhe Marlon Brando. Ka fituar edhe Oscarin e dytë. Një super film, po. Po ai godet keq Amerikën ai. Godet shumë keq, është një kritikë e madhe ndaj sistemit ushtarak amerikan. 3 orë film. 3 orë film. Pra Amerika e ka këtë komoditet. Dhe ati japin Oscarin, ka marrë 7 Oscar ai film. Po. Edhe japin akademikët amerikan, 1500, se Oscari nuk është me juri, është me votim. Janë 1500 akademikë të artit, të mediave, të fushave sociale që votojnë. Dhe vetë intelektualet i japin atij që godet, japin Oscaret atit që godet politikat e gabuara, sepse çdo shtet ka politikat gabuara. Edhe demokracia më e madhe ka politikat gabuara. More në Eritan, se dal nga dal po fudhemi aty tek thelbi i artit skenike dhe kinematografik. Po me që jemi tek filmi. Po të gjitha artet, jo vetëm këto, po. Me që jemi tek filmi këtu në Shqipëri. Kur po flistim, para se të nisnim, ta thash që janë ca filma tani që diku në mes të filmit del aty logoja e një supermarketi të Sallamerisë edhe të Djathit, të firmës së Djathit edhe të Kosit. Ora, unë abitem se vjen një kompani ping-pongu, kinez shes ping-pong këtu se gjithë filmat shqiptarë janë me ping-pong. Domethënë se filmi ka nevojë për financim dhe kjo është një problem serioz. Gjithë aktorët, gjithë regjisorët e thonë këtë që problemi i financimit është problem themelor i kinematografisë shqiptare tani. Dhe një formulë se si është gjetur të zgjidhet është kjo. Pra Djathi, Sallami, Kosi. Të dalin edhe femra TikTok-u që s'kan lidhje me aktrimin edhe marrin rol mo. Se u mbushet mendja një ditë të bëhen edhe aktorë dhe paguan sponsori që të lujë shoqja e vet në film, a kupton dhe s'ka lidhje me filmin. Ajo vjen me një sponsor, po themi. Po, vjen me një sponsor. Sponsor ta quajmë. Po hajt po i quajmë sponsor. Mund ta quajmë. Duke shpresuar që s'po ofendojmë asgjë. Jo fare, sponsor është. Mund ta quajmë edhe Ska sponsor aktorët ka. Mund ta quajmë edhe investitor, për shembull. Investitor strategjik. Pa më s'po i quajmë strategjik. Po mos i marrin regjisor. Po i quajmë investitor hashashik. Okej. Pse ka? Nëse çrëndsi ka, se bëjmë gallatën. Mos na merr për test bëjmë çiku më. Tani vjen dhe e fut. Problemi është financimi. Do të thënë problemi është financimi. Dalim fillimisht tek këto sallamerit edhe këto që përmendje Gon dhe pastaj ta trajtojmë si fenomen në vetë edhe këtë. Sepse e merr si sponsor dhe unë nuk i vë faj krijuesit shkret. Se s'ka lek, nuk t'japin lek të bësh një film tamam. Regjizori e gjithë hallgat e filmit. Fondet, më fal Viola. Je bër shumë e mirë me sezonin e ri, kështu që do ma falësh edhe nëse të ndërpres, a kupton? Jo, fare. Më fal, ideja është thjesht që po të marrësh vesh se çfarë shumash kërkojnë producentët për të bërë një film dhe ti krahasosh me vendet e rajonit, është vërtet shumë qesharake që kërkojnë këtu në Shqipëri. Shiko, ne nuk kemi e para njëherë ne nuk kemi producent. Domethënë këta pagatorët janë pagatorë. I bëjnë qefin vetes duke i thënë vetes producent.
Se ai merr parat publike dhe bën film, nuk do të thotë se është producent, se producent është publiku, janë taksat. Ti je thjesht pagator, po për ti bën çik qefin vetes, unë jam producent, jo nuk je producent. Producenti është ai që merr lekët e veta. A di si funksionon Hollywoodi tani? Nuk janë më kompanitë e mëdha të filmit, Warner Bros, 20th Century Fox e tjetër, United Artists e tjerë. Jo, janë bankat. Po. Ti shkon, më shkon kosta e filmit kaq dhe do t'ja përqindjen kur të mbaroj nga fitimi. Merr borxh. Merr borxh. Pra, kredi. Ai luan me lekun e vet. Ai është producent që luan me lekun e vet. Jo të morësh lekun e tjetrit tash ti edhe të thosh, morësh lekun e sponsorit. E thosh shikoj se tash se unë jam producenti, më se të vjen sponsorit atë që lekë, se unë producent, unë të kam dhënë lekët. Pra, domethënë është një industri komplet e pa formuar, e pa formalizuar, që ka një ligj që e bën të funksionojë dhe mu për këtë më vjen shumë mirë se njerëzit duan të punojnë, por ka shumë gjëra për të rregulluar. Fut edhe logjikën shqiptare të klanizimit, të bunkerizimit, aty bën 2-3 duar që prodhojnë ata dhe marrin gjithmonë financime dhe kur nuk nxjerrin produkte, kanë vite pa nxjerr produkte të mira profesionale, marrin ata dhe u mbyllet dera të rinjve. Ose u mbyllet dera atyre që mund të jenë të talentuar. Sepse dëgjojmë këta kingat e rinj që thonë se ka fajin sistemi. Jo, nuk e ka fajin sistemi. Se dhe sistemi i keq po drejtohet nga njerëz mirë bëhet shumë i mirë. Jemi dakord? Këtë e tregon fare mirë Republika në Romën e afërt ose perandoria në Romën e afërt, imperatori. Kishte perandor kasap, po i njëjti sistemi ishte, kishte perandor Optimus siç ishte Trajani. Kishte edhe Kaligulin që kishte edhe Kaligulin, kishte edhe Neronin, kishte edhe abuzimin bushë. Pra, i njëjti sistemi ishte, po ishte njëri i mirë që e drejtonte, ishte njëri i keq. Pra nuk kanë faj sistemet, është se si aplikojnë këta njerëzit të sistem. Dhe momentin kur ke shumë mediokritet, normal që sistemi do prishet për të mbajtur mediokrit të mbjetuar dhe do i mbyllet dera të aftit ose talentuarit ose atit që të paktën premton. E keni para Amadeusin, filmin e madh të Miloš Formani, gjigant film, s'ka të bëj me muzikën ai film. Ai ka të bëj se si mediokriteti Salieri vret gjenin. Vrau zërin e Zotit, Mozartin. Ky është thelbi i filmit, muzika është preteksti. Dhe figurat janë preteksti. Por thelbi i filmit është se si mediokriteti, që do thot mesatarja, ajo masagri, vret taftin. Kjo gjë ndodh këtu. Dhe për sa të jetë kjo mendësi e njerëzve mediokër që kapin diçka dhe duan ta mbajnë me çdo kusht deri në vdekje. Dhe ti mbyllin derën tjerëve, këto filma do kesh. Për këto nuk prodhohen më filma që i flasin realitetit shqiptar. Këtu përpiqen të imitojnë amerikanët dhe janë shumë idiot sepse e bën Amerika atë nuk e bën dot ti. E bën shumë mirë Amerika ti se bën dot vlla. Ne dukemi kështu si kopje të shëmtuar. Kopje shëmtuar, fal, si do mendosh ti për mua nëse unë do dal të luaj një rol ku imitoj Pacinën, do të shikoj nëse ke rreth. A është konteksti këtu për të imituar për shembull gangot hispanik, latin, aty në jugun e Amerikës për shembull? Ne s'kem, shiko, se po më që po flasim për artin, ke edhe këta reperat tanë. Këta janë repera fake. Prandaj në qesharak. Kurse reperat amerikanë kanë qenë vërtet gangster, kanë qenë vërtet në përburgje. Jetonin në geto. Dhe prandaj jetonin në geto, kishin jeta të vështirë. Prandaj kanë qenë aq charmant dhe aq sepse ata tregonin filozofinë e një jete të rëndë. Kur i këndon Tupaku nënës vetë, bëhet mishi të ngjithet mishi. Bravo. Po të gjithë me radhë. Kurse ata që ai nuk po shtiret aty. Nuk po shtiret ai shpirti atit. Dhe shumë i sinqert dhe të mahnit. Ose Eminemi. Është filozof Eminemi në mënyrën e vet. Filozof, tregon mendsinë e një djali të vuajtur të shtresave më të dënuara dhe të dëmtuara të shoqërisë amerikane. Dhe është i sinqert se e ka vuajtur në lëkurë ai. Është i vërtetë, di atë që po tregon. Po, kurse këtu të deli çun mami dhe të bën gangsterin. Ec. Ti çun mami. Ke një tekst këngë që të terrorizon Eritan? Jo, më sepse Ka rastisur e ke dëgjuar kështu. Jo. Se ne kemi edhe kulturë që kur pim kafen tek lokali lagjes mëngjes, në vend xhema të muzikën kështu klasike të qetë për të hapur sy. Fillon ajo bam bum bam. Me beat që në mëngjes. Po, më mirë se me një bas që të shkul daullën e veshit që në pikë mëngjesit. Jemi me fat në Indi të vini Slayer atë mëngjes se Sepultura me Megadeth.
Po kjo do ishte mirë. Po ku ta gjeje këtë? Po jo për mëngjes. Mirë, okay. Tash mëngjes me dark me black metal, me kavalerën aty thoi, o lale, prit. Tash mëngjes me Dave Mustaine. Jo, prit, ja të vëdhe, jo, nuk pashu, po jo të mëngjes. Ama interesante. Me sa duke që t'i zgjojnë tamam në... Po jo. More në Dhe ka dalë lafi indian. Shiko. Tha lanë Trebitska indieri, kur vajtëm në Delhi edhe në Shamraj. Po prandaj tha këtyre indianë, tha. Temat e kinemas shqiptare, pas sistemit kaluar, pas rënies së socializmit, një retrospektive socializmit e asaj çfarë ndodhi, po e trajtuar në disa këndvështrime më të ndryshme, emigrimi, patjetër, droga dhe grupet kriminale. Të lutem më kujto ndonjë tematik tjetër që ja vlen ta përmendim. Dhe kjo është pyetje shumë e sinqertë. Shoqëria shqiptare a ka nevojë të eksplorojë në kinematografi dhe tema të tjera me pesh? O kemi ne nevojë dhe o kemi ne material. Cilat janë këto? O kemi ne, nuk mund të ti numëroj dot. O kemi ne mundësi për të eksploruar. O nuk ka. Se kemi ngel tek ato 3-4 tema ngul shkul ato mor burr. Shiko, vetëm te rrugica e pallatit tim po të kalosh. Ke një 30 drama njerëzore të mrekullueshme. Po janë kapur nga ato sepse shpesh herë kapen me këtë egzotizmin, po marrin burneshat. Sepse është egzotike dhe të çuditë. Ama nuk e di sa vite janë bërë këto filmat me burnesha. Kjo është edhe një vetë racizëm, që ta shikosh veten sikur po shef një popull egzotike, kupton? Është skandal më. Marim gjakmarrjen. Unë jam shqiptar, le rrit edhe se njoh gjakmarrjen si duhet. Vjen një huaj aty. Po kam lexuar për gjakmarrjen. Jo mo. Ke lexuar ti për gjakmarrjen, Gjakmarrja është Hamleti, mo ti është që nga antikiteti. Që nga Oresti. Që vrau tëmbën. Si ke lexuar ti për gjakmarrjen. Është po më vrave do të vras. Më vrave babën do të vras. Kokë për kokë, po. Kokë për kokë. Po. Si ka lexuar ti për gjakmarrjen, ku? Pse me të lexuar me bëhet. Pra, e shef për egzotike dhe sigurisht që nuk e njeh. Dhe të kthehet në neveri. Pse? Sepse të prekësh një temë epike që vjen nga mira vjet për egzotizëm, më fal, po ti që ke karagjos, që ke sharlatan. Apo jo. Se nuk mund të flasësh për një dramë të madhe që shoqëron njeriun si qenie njerëzore prej mira vjetësh, sepse tash i fusun një këtu që hypën te kali atje se delte fusha me barë dhe lahet në lum. Nuk është artë ky. Ky është abuzivizëm. Dhe prandaj ty të neveritet. Po a ka tema ti the vetëm te rrugica e aty ku banon? Jo, ka drama njerëzore. O ka material, po këta ecin me këtë. Çfarë do i pëlqej botës? Jo më valla, jo, shif kineman iraniane. E jashtëzakonshme, shumë e bukur. Shif ndarjen, e keni parë, mori Oscar në 2010-ën. Një film fare i thjesht, ishte realiteti i një familje iraniane, një grua që donte të ikte nga Irani se si pëlqente më jeta në vendin e vet. Që i thoshte burrit aty, ikim burri i shkretit, thoshte nuk ikim dot se kanë babain me Alzheimer, me 4 personazhe, mo filmi të trondit mo. Po nuk bën egzotizëm aty, nuk fut jo më tregon një copë jetët e Iranit, me gjithë ironin brenda, se fshikullon që shoqëria iraniane regjizori. Siç bën një artist i mirë. Një artist i mirë është kritik ndaj gjërave që mendon se nuk shkon drejt. Filmi thjesht i flet vendit vet. Këta përpiqen të flasin botës. Po folim o njërë. Nuk ka asnjë film që ti ketë folur botës përpara se ti ketë folur realitetit vet. Po i foli qytetari shqiptar, filmi ka sukses. Po përpiqet ti flasësh botës, ndërkohë që shqiptari thotë çoma ky film, ti ke bërë një vrim të madh në unë dhe treguar sharlatan profesional. Arti nuk është llogari. Arti është ndjesi. Arti lind nga nevoja për të thënë gjërat e tua të vërteta. Momentin që do ti bën llogari dhe thua, shiko, se po marr këtë roman në Kadares, po marr dhe një aktor që ka luajtur te Gladiatori, po mor dhe lek nga ky aktori që është i vetmi aktor në botë që pagu lek me mor rolin, ndërkohë që gjithë aktorët paguhen me mor rol. Normale që do nxjerrësh një palaçollëk atje. Qartë. Shiko, s'ke bërë më film. Të bëj ke bërë një produksion të gabuar. Të bëj një s'do ketë rezatime, s'do ketë rezonim, falë. Të bëj një pyetje kështu drejt për drejt me që jemi këtu. Arti dhe sporti janë 2 nga disiplinat më të paguara në botë, se këtu muhabet tjetër, po në botë, po flasim ndërkombëtarisht. Po.
pse të mos I futem artit ose sportit unë për të bërë I pasur ose I famshëm? Pse jo? Sepse Domethënë, hiq këtë që unë tash jam në një moshë që se bëj më dot se kjo niset herët. Po them, ta nis herët. Po. Pra ta nis në atë moshë niset që të bëhen I famshëm dhe I pasur. Patjetër. Ta nis 15 vjeç. Rich and famous. Rich and famous. Po. Kryevever fare. Ishte një intervistë njëri prej divave të Hollywood. The King of Comedy, po. E pyeti intervistuesi e tha cili është master plani jot. Ai ishte 70 ca vjeç të bëjmë Rich and famous, dhe plas gaz, ai ishte edhe Rich and famous. Tallet me pikërisht me këtë lloj mendësie të artistëve të rinj, që nuk dalin me bë art, po dalin me u bë I pasur dhe I famshëm. Ai ironizonte artistë të rinj. Dhe pastaj që futen arti me mendimin për të bërë jap. Se do bësh aktor ti po duat bëmi pasur, ju Hollywoodi. Dhe pastaj që ti nuk bësh kurrë. Ti shef kalojnë nga teatri te filmi, nga filmi te kënga, nga kënga tek ku diun te piktura, nuk e di nëse kalojnë domethënë se. Konfuzion. Se di domethënë. Ore po të them. Po thua ore po. Kë artist që botoj libra si lexon njëri, bëjnë ekspozita e pikturës, si shef njëri, bëjnë ore të bëjnë këto mirë po, sepse asnjëherë nuk është kuptuar ose më saktë një pjesë e madhe nuk kanë të kuptuar që arti është shpreha më e sinqertë e njerëzit. Arti ka lindur nga nevoja e njerëzit për të thënë të vërtetat e veta. Arti ka lindur përpara politikës, arti ka lindur përpara qytetërimit, arti ka lindur përpara civilizimit, arti ka qytetëruar dhe civilizuar botën. Të pa filluar të ndërtohen sistemet politike, kur njeriu ishte në shpellë, pra ishte në primitivitet, s'kishte filluar të fliste mirë akoma, pikturonte në faqet e shkëmbimeve. Bënte rituale rreth zjarrit, rituale lindje, rituale gjuetie, rituale mbjellje nga I cili erdhi teatri më vonë. Kërcente rreth zjarrit, shprehte ndjenjat e tij, këndonte, lshonte tinguj. Pra shprehte ndjesitë e veta ndaj asaj çka e rrethonte. Pra nevoja e arteve ka lindur nga nevoja e njeriut për të thënë të vërtetat e veta. Dhe ato I kanë paraprir gjithmonë mendimit njerëzor, I kanë paraprir sistemeve politike, I kanë paraprir sistemeve filozofike etj. Dhe për këtë flasin filozofët më të mëdhej perëndimor, nga Sokrati, Platoni, Aristoteli, po të doni trajtojmë deri te Nietzsche, jo vetëm, deri te Marxi, deri dhe I shtrëmbri Marx ka folur për artin e. Patjetër, mund t'i trajtojmë shkurtimisht. Nëse doni. Shkurtimisht. Pse jo? Po ato janë referencat më të mëdha që ne kemi, si mos I trajtojmë ato, patjetër. Po trajtuam ato çfarë do trajtojmë. Pastaj kjo e bën edhe pak më thjesht për rininë, për ata që pretendojnë të bëhen artistë që mos e me idenë Rich and Famous. Thoshte po unise për të bërë Rich and Famous, vetëm art nuk do provoj. Thoshte Aristoteli. Do shtrëmbërohesh për të arritur qëllimin tënd. Do bësh nganjëherë dhe fake. Do bësh dhe diva e divi që është poshtë divonit aty të ulpi Lalierit a Lalierin burg. A kuptoti? Do të pyes. Do të pyes për Lalierin po vonë. Po jo se po e politizoj, po bësh do div duke ulpir. Do të div bësh duke prodhuar. Se do dalim te teatri, prandaj do të pyes. Po dëgjoj. Thoshte Aristoteli 2500 vjet më parë, si janë bërë këta të rinj të sotëm, nuk I dëgjojnë fare prindërit. Për të thënë që problemet janë njësoj si atëherë. Po patjetër. Njeriu mbetet njeriu, shikoj, prandaj mos toni shumë I vjetër ky Aristoteli, ky Platoni 2500 vjet më parë. Jo, janë aktual, po. Absolutisht. Shiko, sa do të zhvillohet teknologjia, njeriu mbetet po njeri. Ndjenjen, urrëtitjen, frikën, dashurinë janë po të njëjtat e njeriu. Nuk ndryshojnë dot ato. Ato nuk inxhinierohen, siç përpiqen të inxhinierohen njeriu I ri kinez Leifeni, njeriu I modern me mendje të hapur, edhe me shalë të hapura ndonjëherë. Nuk inxhinierohen dot ata, prandaj këta duan të inxhinierojnë artin, që të inxhinierojnë shpirtin e njeriu, ndjenjat, emocionet e tij, s'kan për të dalë dot kurrë sa të lind me njeriu.